Para punës është që kur nuk kishte televizia vetëvendosje shumicë parlamentare, Kosova e kishte këtë kushtetut. Dhe e kishte këtë sistem kushtetues dhe asnjëherë nuk pati sfida për sa i përket sfidimit të sistemit, pra nuk e kemi vetëm këtë krizë, po e patëm edhe krizën e vitit 2025, kur nuk u zgjedh kryetari i kuvendit. Mandej e patëm krizën kur në mënyrë të kundërligjshme ose kundër kushtetuese u zgjodh nën kryetari i kuvendit nga pakicat që nuk ishte në përputhje me nenin 12 rregullorës kuvendit, dhe nuk ishte në përputhje as me nenin 63 të kushtetutës të Kosovës, dhe nuk ishte gjithashtu kjo e nënkupton që lëvizja vetëvendosje dhe me krye me Albin Kurtin janë një farë anarkie për brenda sistemit kushtetues dhe tash e sollën krizën e presidentit, që kur s'kishte ndodhur. Kush e solli këtë krizë? E solli pikërisht një person i cili u votua më së shumti. Pse? Dhe sepse sistemi ynë kushtetues është që po nuk i ke 80 vota, pra, në mënyrë absolute, ti ke 80 vota tuat, atëherë mund ta zgjedhësh presidentin dhe kërkoi kompromis. Pra mungesa e kompromisit është një sulm mbi sistemin kushtetues. Dhe kam thënë dhe kam ritheksuar disa herë që prej që ky person votuat atë shumë punon vetëm KQZ-ja dhe gjykata kushtetuese, nuk punon askush tjetër. Pra kemi një bllokadë totale dhe kur mungon kompromise dhe kemi bllokadë, atëherë detyrohemi të shkojmë te gjykata kushtetuese. Po ti shikojmë deklaratat e eksponentëve të lëvizjes vendosje. Para datës 4 mars 2026, ata thonë gjithsesi duhet ta zgjedhin presidentin para kësaj date sepse do të shkojmë në zgjedhje. Tash thonë nuk do të shkojmë në zgjedhje. Sakt, Prandaj konsideroj që masa e përkohshme është e ka pezulluar që presidenti të mos i shpallëzjet, por e ka pezulluar edhe punën e kuvendit të Kosovës. Unë si jurist, si avokat konsideroj që legjislatura 10 ka marrë fund, sepse neni 86 paragrafi 2 dhe paragrafi 4 e kanë rregulluar dhe është dispozit decisive, është dispozit eksplicite. Nuk don shumë interpretim. Pra, kuvendi nuk e kryti detyrën kryesore që ja ka dhënë Republika e Kosovës, dhe ajo është zgjedhja e presidentit. Pra, legjislaturë 10 nuk kemi më. Do të diskutojmë dhe do të debatojmë vetëm a do të marrë